Sekreti që më rrëzoi botën. Ka momente në jetë kur e vërteta nuk troket. Ajo e thyen derën dhe hyn brenda pa mëshirë. Kështu ndodhi atë ditë. Ditën kur kapa burrin tim me kushëririn tim, një burr gjak i gjakut tim, në shtratin tim. Nuk isha gati, askush nuk është. U ktheva më herët nga puna. Kisha një ndjenjë të çuditshme, por e shtyva më njanë. Në dorë mbaja një qese me ushqime dhe në mendje plane të vogla, të zakonshme, ato që ndërtojnë një martesë, një darkë e qetë, një bisedë, një mbrëmje pa zhurmë. Shtëpia ishte tepër e heshtur. Kjo heshtje nuk ishte qetësi, ishte paralajmërim. Kur hapa derën e dhomës së gjumit, koha u ndal. Nuk bërtita, nuk lëviza. Trupi im ishte aty, por shpirti im u shkëput nga realiteti. Burri im dhe kushuriri im, Ardiani, ishin bashk. Jo thjesht në shtrat, por në një sekret që më kishte përjashtuar prej kohësh nga e vërteta. Sytë e Ardianit u mbushën me frikë. Burri im u ngrit menjëherë duke u përpjekur të thoshte diçka, por fjalët nuk dilnin. Nuk ishte fjalë që mund ta shpjegonin atë pamje. Dhimbja nuk ishte vetëm tradhtim martesore, ishte një rrëzim i gjithçkaje që besoja për familjen, për burrin tim, për veten time. Kushuriri im kishte hyrë në shtëpinë time, kishte ngrënë në tavolinën time, kishte qeshur me mua dhe gjithë kjo ajo kohë mbante një sekret që më bënte të ndihem e verbër. Sa kohë, pyeta me një zë që nuk më duke i imi. Askush nuk foli. Ajo heshtje më vrau më shumë se çdo rrëfim. Dola nga dhoma pa qarë. Lotët nuk më erdhën menjëherë. Ato erdhën më vonë, natën, kur u gjenda vetëm në një dhomë tjetër, në një jetë tjetër që nuk e kisha zgjedhur. Ditët pas asaj ngjarje ishin të mbushura me konfuzion. Nuk isha vetëm e tradhtuar si grua, por edhe e tronditur si njeri. Pyetjet më vërtiteshin në mendje. A më deshin ndonjëherë? A isha thjesht një mask për jetën e tij të vërtet? A e dija kush ishte burri që flinte pranë meje çdo natë? Familja reagoi me heshtje. Disa u përpoqën ta minimizojnë ngjarjen, disa më kërkuan të ruaja nderin dhe të mos flisja. Askush nuk mendoi se nderi im ishte shkelur në atë shtrat. Burri im kërkoi falje. Tha se ishte i hutuar, i friksuar nga vetja e tij, nga ajo që ndjente. Kushuriri im u zhduk nga jeta ime pas një shpjegim. Dhe ndoshta kjo ishte gjëja më e dhimbshme, mungesa e guximit për të përballuar pasojat. Më mori kohë të kuptoja se tradhtia e tyre nuk ishte dështimi im, nuk ishte pasojë e mungesës sime, por e gënjeshtrës së tyre. U largova. Nga shtëpia, nga martesa, nga iluzioni, nuk ishte lehtë të rindërtohesha. Net pa gjumë, ditë me lot, momente kur dyshoja në gjithçka, por çdo hap larg atij sekreti më ofronte më shumë me veten time. Sot jam ende duke u shëruar. Ka plagë që nuk mbyllen plotësisht, por nuk gjakosin më. Ka mësuar se e vërteta, sado e dhimbshme, është më e mirë se një jetë e ndërtuar mbi gënjeshtra. Burri im dhe kushuriri im më tradhtuan, por unë nuk e tradhtova veten. Dhe kjo është fitoria ime më e madhe.